ka se si të mos e nisim këtë bisedë së bashku me atë që ka qenë lajmi kryesor, zhvillimi kryesor ndërkombëtar I javës fundit, I ditëve të fundit, që është publikimi I strategjisë së re amerikane për arkitekturën e rendit gjeopolitik global, raportin me Evropën, raportin me Rusinë, raportin me vendet e lindjes, e të tjerë, e të tjerë. Për ta nisur, si e ke parë ti këtë dokument, si e ke analizuar, çfarë të thot ty strategjia e re amerikane? Që është një dokument shumë interesant, shumë voluminoz dhe me shumë informacion, nuk kam pas në fakt fatin të lexoj plot të tre faqet që janë publikuara. Është një dokument që në fakt tregon dy gjëra. Së pari, ne kemi hyrë në një rend të ri botror, nuk kemi më pjesë e rendit unipolar të dominuar nga amerikanët, rendi liberal, rendi ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërhyn në problemet e vendeve të tjera për të përhapur liberalizmin apo demokracinë, por jemi në një rend multipolar, me pole të reja fuqisë, si Rusia, si Kina, si Irani, si vendet e jugut global, dhe ku në një farë mënyrë respektohet sovraniteti I vendeve, mënyra e tyre jetesës, regjimet e tyre politike që sigurisht mund të mos jenë demokratike, sigurisht edhe boshtet e tyre kulturore që sigurisht mund të mos jenë të qëndrueshura rreth vlerave liberale të perëndimit. Ky dokument në fakt nga ana tjetër promovon dhe idenë e Amerikës së parë që ne kemi parë edhe gjatë administratës Trump, por tani më flitet me hapa konkret drejt Amerikës si ndjekse në mënyrë ekskluzive e interesit të vet dhe interesi kombëtar amerikan në një farë mënyrë fokusohet në një mënyrë shumë të ngushtë. Flitet kuptohet për doktrinën Monroe që ne kemi përmendur disa herë në këtë emision, domethënë e kemi përmendur në kuadër të strategjisë gjeopolitike amerikane në Amerikën Latine, por asnjëherë nuk është përmendur nga Trump që po ndiqet doktrina Monroe. Për herë të parë tani më shkruhet në dokument që Amerika po ndjek doktrinën Monroe, pra idenë që hemisfera perëndimore duhet të jetë komplet në kontrollin e plot të Shtetit e Bashkuara të Amerikës, dhe sigurisht një parë hapa konkret, qoftë me kërcënimet e Trumpit ndaj Venezuelës, por dhe me fërkimet që ai ka pasur me Kolumbinë. Dhe nga ana tjetër në dokument flitet edhe për rajonet e tjera, kuptohet Europa shigjetohet në mënyrë të drejtë për drejtë. Për herë të parë, ndoshta në 50 vite kemi një Amerikë dhe Europë që janë të ndara nga njëra tjetra. Trump kritikon politikat e majta të Brukselit, politikat liberal-demokrate të liderëve. Do vim te Evropa, po dua të qëndrojmë edhe pak tek Amerika, sa I takon këtij dokumenti. Pra, sa I takon pra politikës amerikane, çdo të thotë kjo America first, pra Amerika e para në këtë dokument. Për ta shtjelluar edhe pak më shumë, po them në këndvështrimin dhe në analizën tënde. Po do vim edhe tek Evropa se është e rëndësishme. Po disa parime për shembull janë përcaktuar, për shembull riindustrializimi. Kritikohet tregtia e lirë dhe promovohet ideja që fabrikat amerikane duhet të prodhojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të eksportojnë ato produkte në vende të tjera dhe nga ana tjetër të punësojnë ekskluzivisht amerikan. Kritikohet, siç e thash, dhe tregtia e lirë, normalisht flitet për parimin e realizmit flexible, flexible realism, kështu konsiderohet në dokument, për ideja që çfarë do të thotë ky? Kjo do thotë po prapë ndjekje interesave strategjike amerikane, por tani më duke pranuar realitetin që ne jetojmë në një botë komplekse me kultura ndryshme, me regjime ndryshme politike, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të bëjnë paqe në një farë mënyrë edhe me regjime që Amerika I ka sankcionuar, qoftë regjimi Putinit, qoftë regjimi I Kim Jong-unit, qoftë regjimi Xi Jinpingut. Pra, në emër të interesave strategjike amerikane, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndalin së kritikuari regjime autoritare ose diktatoriale, sepse kjo është politika realiste, domethënë I thjesht pranon realitetin gjeopolitik që rrethon. Në aspektin social dhe kulturor, flitet për një rivitalizim shpirtëror dhe kulturor Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lufta kundër ideologjive të majta, kundër asaj që DEI, pra diversity, equity dhe inclusion, promovimi I meritës dhe kompetencave mbi grupet identitare, ideja që emigracioni të jetë mjaft I kontrolluar, domethënë shigjetohet emigracioni masiv, duke përfshirë dhe emigracionin e ligjshëm, që sigurisht është një risi në politikën republikane që
kuptohet shqyrësi e ardhur, e sjellë në politika e presidentit Trump, por edhe nga aleati si Stephen Miller apo Steve Bannon, por shqyrtohet emigracioni dhe në fakt përmend edhe fakti që në vitet e kaluar, në shekujt e kaluar, kombështetet pranonin në shoqëritë e tyre vetëm një numër të vogël emigrantësh dhe këta emigrant duhet të tregonin aftësi shumë të mëdha që të bëheshin shtetës. Dhe Trump kërkon të rikthejë Amerikën në atë botë dhe në këtë kuadër flitet edhe për atë që primacy of nations, pra supremacia e kombështeteve, ku tani më sovraniteti i një vendi është i shenjtë, sovraniteti territorial dhe jo vetëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës, por dhe i vendeve të tjera është i shenjtë sipas administratës Trump dhe po ta shohim gjeopolitikën, shkenca politike ka dy doktrina të parjes së drejtave të njerëzit, doktrina e sovranitetit të kombit dhe sovranitetit të individit. Sovraniteti i kombit është ideja që ti brenda territorit tënd bën çfarë të duash praktikisht si një vend sovran, por sovraniteti i individit e çon këtë logjikë dhe më tej në kuadër të drejtave universale, ti mund të shkelësh sovranitetin e një vendi tjetër për të mbrojtur sovranitetin e individëve që për shembull mund të shtypen në atë vend, siç është rasti i bombardimit të Jugosllavisë, të Serbisë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, për të mbrojtur sovranitetin individual të pakicës shqiptare në Kosovë atëherë. Kështu që mendoj që janë disa pika shumë interesante dhe kështu mund të provizohet Amerika e parë. Po, në analizën tënde, në reflektimin tënd, ky ndryshim kaq i madh në arkitekturën botërore, së pari atë amerikane të sigurisë dhe gjeopolitikës i bën mirë Amerikës, apo është problematik? Në këndvështrimin tënd, që dua ta kuptoj. Unë mendoj që është problematik. Është problematik sepse ka disa gjëra të mira në mënyrën si administrata e re mendon, kur vjen puna ke mbrojtja punëtorisë amerikane dhe mbrojtja e klasës së mesme. Edhe në dokument flitet për rindërtimin e bazës industriale amerikane. Pra dikur klasa mesme amerikane ka qenë më admiruar në botë. Po, e vërtetë është. Që nga vitet 80 ka ardhur është një klasë mesme që po gryhet vimësisht, pagat kanë ngelur stagnante, çmimet të raport me pagat janë rritur dhe njerëzit mezi blejnë një shtëpi ose mezi paguajnë qeran. Ky është një problem i madh. Trump e ka kapitalizuar politikisht të problem dhe sigurisht e ka bërë pjesë të dokumentit. Nga ana tjetër, mendoj që në afat gjatë Amerika dobësohet në momentin kur ka më pak emigrantë të ligjshëm. Është një fakt unë sot para mundësinë të shohim fjalimin të vjetër të Reaganit, fjalimin e fundit të tij para se të lindte presidencën, ku ai thoshte që gjëja që ndan Amerikën nga kombet e tjera, nga vendet e tjera, është që Amerika është i vetmi vend ku çdo person nga gjithë bota mund të vijë të kontribuojë dhe ta quajë vetëm amerikan. Pra everyone can become an American. Pra çdo person, çdo njeri mund të bëhet amerikan. Kjo është e bukur e Amerikës dhe këtë ndan Amerikën për shembull nga vende të tjera të botës së parë si Japonia apo Korea e Jugut, që janë vende për shembull shumë etnocentrike, shumë ksenofobe etj. Dhe emigracioni i ligjshëm është mendoj unë arsye pse ai vend mbetet superficie botërore sot. Pra, burimet njerëzore që i ka thithur përmes emigracionit ligjshëm ka marrë, po themi, kokat më të mira të shkencës, të teknologjisë, të çfarë do lloj disipline? Po sigurisht, edhe sistemi vizave H1B, H1B që është bërë dhe debat, ka sjellë në Amerikë Elon Muskun. Elon Musk nuk ishte amerikan, ishte një njeri që është nga Afrika e Jugut, po. Ky zotëria, jo të qenë më i pasur i botës, por është në rrugë për të bërë trilioneri i parë i historisë, që është debat tjetër, por të tregojnë që njeriu më i fuqishëm, më i pasur, më inovator i atij vendi është në fakt një emigrant, nuk është një emigrant, është emigrant vetë. Kështu që kjo të tregon që Amerika është më e fortë në momentin kur thith emigrant, kuptohet me një sistem selektiv, por thith emigrant të zotë dhe që duan të asimilojnë vlerat amerikane. Nga ana tjetër, unë mendoj që kjo doktrina, strategjia e në një farë mënyrë paqes ose pranimit të diktatorëve nuk është një doktrinë e mirë, sepse nëse ti Putinin e lejon të hedh pa u largu në Ukrainë, ti praktikisht i ka dhënë leje Kinës të bëjë gjithë gjë, edhe se në dokument fakt flitet që Shtetet Bashkuara të Amerikës do kërkojnë të kontrollojnë Indo-Paqësorin dhe madje janë të gatshëm ta mbrojnë Tajvanin në rast se rrugët tregtare bllokohen, duke ditë që 1/3 rrugëve tregtare kalojnë nga gjiri i Tajvanit. Por nga ana tjetër, ti praktikisht i jep Kinës një precedent për të bërë të njëjtën gjë me Tajvanin ose me vendet e tjera agresore. Trump ka të drejtë nga ana tjetër kur kritikon Europën. Po, për të ardhur tek Europa tani,
Si duket, po themi, situata e raportit midis Shteteve të Bashkuara dhe Evropës ose Bashkimit Evropian, ndoshta, po për ta zgjeruar më shumë Evropës në tërësi, nga pikpamja e këtij dokumentit strategjisë së re amerikane. Dhe e dim që ka pasur mjaft reagime nga liderët evropian, cilët e kanë refuzuar me deklarata mjaft forta, pra duket vërtet një thyerje që është serioze. Është një thyerje serioze dhe nuk është një thyerje që pritej, sepse ne e dimë mirë që baza MAGA e presidentit Trump nuk e ka qetë Europën, nuk e sheh si model Europën dhe për disa arsye mendoj që janë të drejta, duke ditë që në vitet e fundit, në emër të korrektesës politike dhe të ruajtjes së natyrës diverse të Europës, Europa, për shembull, ka qenë shumë e ashpër ndaj lirisë së shprehjes, do të thonë njerëz që kanë shkruar gjëra thyese në Facebook apo në rrjetet sociale kanë përfunduar brapa burgjeve ose janë gjëmbitur në vende si Gjermania, si Britania e Madhe, si Irlanda etj. Që është kuptoj një standard që s'ka lidhje be fare me Amerikën. Nga ana tjetër, emigracioni masiv e ka tjetërsuar atë Europën që ne njohim. Domethënë ke shumë zona sot në vende ndryshme europiane që janë thyer në geto refugjatësh. Suedia për shembull, një prej parajsave të Europës, një prej vendeve më të sigurta të Europës, sot është vendi me kriminalitet më të lartë, ka bugjet thotë dhe përkon kjo rritje në kriminalitet me valën e madhe migratore. Mendon pra që Evropa është një rënje civilizimi ashtu siç përshkruhet edhe në këtë dokument, pra po ta përmbledhim? Por është një rënje civilizimi sepse Europa është ndërtuar mbi vlerat e krishterë. U mendoj dhe për shumë kishat në Europë janë bosh. Nga ana tjetër, në momentin kur ti sjell shumë njerëz nga vendet e kulturave që nuk kanë bërë me Europën, normalisht do kesh përplasje, do kesh goditje të kohezionit social, do kesh polarizim të madh dhe kjo është problematike. Kjo sjell rënje në civilizim. Fakti që për shembull në Britaninë e Madhe, Britania nuk është pjesë e Europës e Bashkimit Evropian, po është pjesë e Europës, po është evropian, është kulturalisht evropian, pjesë e Europës kulturale, jo as e politike. Emri më i përhapur për meshkujt të sapo lindur në Britaninë e Madhe është Muhammed. Emri profetit islamik, që s'ka asgjë të keqe në fare që njerëzit quhen Muhammed, madje kam shumë miq që kanë atë emër, por Britania e Madhe është një vend i krishterë, perëndimor, nuk ka asnjë arsye pse të ketë dominancë një fe apo një kulturë tjetër, sepse ato fe dhe kulturat e tjera kanë baza të ndryshme, funksionojnë ndryshe. Kjo sjell probleme kur ti përplas me njëra tjetrën, fetë dhe kulturat, sjell probleme. Dhe ne kemi parë me rritjen e kriminalitetit, me papastërtinë në shumë vende europiane dhe me shembullin e Suedisë që unë të përmenda. Por ka dhe që duhet të thënë këtu. Tani, kjo është gjë e drejtë, gjithë kritika që ti i përmend për Europën. Nga ana tjetër, ta çosh këtë logjik në ekstremitet, pra me që Europa ka probleme, Rusia është djali i mirë, Putini është ky krishter. Po pra për të ardhur tek çështja e sigurisë tani. Pra raporti i SBA dhe Evropë sa i takon sigurisë. Në dokument thuhet qartësisht që Europa duhet të ketë marrëdhënie të mira me Rusinë. Pra Europa duhet që ta harrojë Rusinë si armik, ta bëjë Rusinë një mik, ta fuzin në shtëpi në një farë mënyre. Dhe nga ana tjetër, Amerika vetë, Trumpi e ka ofruar veten për që të bëhet pjesë e negociatave midis Europës dhe Rusisë për një normalizim marrëdhëniesh. Kjo për mua është e gabuar, sepse Rusia nuk është në asnjë kondit morale për të pretenduar normalizim marrëdhëniesh. Domethënë, ti nuk mund të normalizosh dot marrëdhëniet me dikë që është i ashpër, që është i vëmshëm, që është agresiv, që nuk respekton të drejtat e tjerëve, sepse është një moralitet i madh. Dhe sigurisht që ta çosh logjikën e kritikës në Europës në ekstremin e vet, që është Brukseli është armiku dhe është problemi dhe Putini dhe Moska janë mbrojtësit e krishtërimit të bardhë, për mua është një budallëk me brirë. Në fatkeqësisht ne e shohim edhe në rrethet e afërta me Trumpin, Steve Bannon për shembull ka konsideruar Rusinë një aleat. Sigurisht që Rusia nuk është një aleat, Rusia ka kontribuar në vrasjen e qindra ushtarëve amerikan, është një vend thellësisht kolektivist, është një vend thellësisht agresiv, me një popullat thellësisht jo perëndimore, nuk ka të bëjë fare me vlerat amerikane, por frustrimi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë me Brukselin ka bërë ndoshta që edhe Rusia të duket amerikanëve si aleat. Në fakt, Uel, duket sikur këto piketa për të cilat në fakt ti po flet me shumë të drejtë janë vendosur në takimin e Alaskës. Atë takim që analistët në fillim ndoshta nuk e kanë parë aq seriozisht, u duk më shumë si një show, si një shfaqje, por shpërfaqet dita ditës mjaft serioz. Pra, strategjia e re amerikane
sipas shumë komentatorëve është një produkt në fakt i atij takimi të Alaskës, apo jo? Nuk mund ta them këtë gjë, ajo që unë di të them është që marrëdhëniet midis SBA-s dhe Brukselit janë të nxehura. Aktualisht Elon Musk, miliarderi më i madh amerikan, është gjobitur me 140 milionë euro, më saktë platforma X, është gjobitur për shkelje të rregullave të privatësisë së Bashkimit Evropian. Dhe mbas kjo ndodhi, e gjithë administrata amerikane reagojnë me ashpër. Sekretari Rubio shkroi në Twitter duke thënë që kjo është e papranueshme për Europën. Nga ana tjetër, vetë Elon Musk u bëri thirrje që Europa të shpërblihet për atmosferën e Bashkimit Evropian. Mendoj që kjo është një propozim skandaloz. Bashkimi Evropian duhet të reformohet, por është ta rikthesh Europën në periudhën e luftrave të shkrish Bashkimin Evropian, sepse e kemi parë që kur ti promovon këtë sovranizmin e tepruar, nuk ka asnjëherë pasoja pozitive në raport me paqen. Thënë kjo, kemi këtë gjë, nga ana tjetër kemi kthirjet e Trump për formimin e një aleance të re, e një G7 të re. G5 më saktë, po. Yes? G5, në mos gaboj. Nuk e di terminologjinë, por nuk ka rëndësi, bëhet për një tjetër organizatë si G7, ku do të jenë vendet e anglosferës, mund të jetë dhe Rusia, nuk e di këtë gjë, por vendet e Bashkimit Evropian do të jenë të përjashtuara. Është e vërtetë që nuk do të ketë asnjë vend nga Bashkimi Evropian, do të jetë Shtetet e Bashkuara, Kina, India, Japonia, e çuditshme që do të jetë Japonia në fakt, edhe ndoshta e thash Rusinë në mos gaboj, dhe ndoshta Kanadaja ose një vend tjetër. Unë kam dëgjuar dhe Australinë në fakt, megjithatë nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë thirrje për disa vende, Austrinë, Italinë, Poloninë, që në një farë mënyrë të lidhin marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, marrëdhënie tregtare dhe aleanca jashtë tutelës Brukselit. Pra ka bërë thirrje që duke nisur që nga Hungaria e para. Pra Hungaria, Italia, Austria, në mos gaboj, po, që të dalin. Dhe kjo është një thirrje shumë interesante në fakt. Kjo është një thirrje për krijimin e një koalicioni konservator, kryesisht katolik, brenda Bashkimit Evropian, sepse janë gjithë vende në shumicë katolike, për të refuzuar politikat e Brukselit dhe për të lidhur marrëdhënie me Amerikën jashtë tutelës së Brukselit, për të bërë presionin pa mënyrë Komisionit Evropian dhe burokracisë liberale në BE që të ndryshojë kurs. Për kjo, unë jam thellësisht i shqetësuar. Mjaft interesante, Ruel, nuk e di nëse e ke ndjekur, unë e kam ndjekur shkarazi, po me qenë se ti ma shtive në mendje tash do në ri-informohem. Në Sloveni zhvillohet tani në dhjetor një votim për daljen ose jo nga NATO. Shumë interesante. Pra një si i thonë votimit popullor, se s'po më vjen emri tani, më ndihmo të lutem. Referendum. Një referendum për daljen ose jo nga NATO. Dhe nëse do të ndodhi kjo, është rasti i parë që një vend del me referendum nga NATO në ndikimin pikërisht të politikave të Trump dhe të kësaj strategjisë. Shumë interesante. Dhe nga ana tjetër, në këtë unë fakt nuk kisha dëgjuar këtë silent dhe do ta lexoj mbas të emisionit, por nga ana tjetër, kjo u përmend në dokument, në planin 33 faqesh, por është përmendur edhe me deklarata zyrtare që nëse Europa nuk i ka kapacitetet ekonomike gati për të arritur shpenzimet mbrojtëse të vetat 5%, në normën 5% prodhimi brendshëm brut dhe për ta marrë komplet në dorën e vet mbrojtjen e aleancës së NATO-s, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të largohen nga NATO ose do të tërhiqen nga disa mekanizma të mbrojtjes kolektive që NATO ja ka. Dhe është një thirrje tjetër që Trump e ka bërë. Pra nëse Europa nuk merr në kontroll vetë fatin e NATO-s, ne Amerika do të ndalojmë së mbështetjen NATO-n në disa vëmendari të veta, që është de facto largim nga NATO. Domethënë, këto janë disa propozime që nuk janë të mira, nuk janë pozitive në rast se ato realizohen. Domethënë, shkrirja e NATO-s do ishte një fatkeqësi për botën e lirë. Unë mendoj që shkrirja e Bashkimit Evropian do ishte një fatkeqësi për botën e lirë. Unë mendoj që marrëdhëniet midis Europës dhe Rusisë mund të normalizohen vetëm kur Rusia të denacifikohet, domethënë të mos jetë një shtet terrorist siç është tani, por të jetë një shtet normal që nuk e ka mendjen të pushtojë vendet rreth rrugës, por e ka mendjen të ushqejë popullatën e vet që e ka pa bukë dhe të shkollojë fëmijët e vet që i ka nga më të paedukuarit dhe më të pakulturuarit në botën e lirë dhe në botën qytetërore. Këto do të jenë prioritetet e Rusisë, jo pushtimi i vendeve rreth rrugës. Në këtë kuadër, nëse Rusia nuk ndron
Po, po. Një popullsi shumë e madhe pianece, nëse mund ta themi kështu me shaka, po themi. Në momentin kur ti çdo gjë që të rrethon e ke kot, alkooli është mënyra më e mirë që ti ta heqësh mendjen nga një shoqëri që është krejtësisht disfunksionale dhe që unë ja kam thënë disa miqve të amerikanë pa kemi bërë debat, Rusia nuk ka pikën e lidhjes me perëndimin, në asnjë facetë fare. Dhe në fakt teoricienët rus e thonë këtë gjë, po nuk e di pse Trumpi se dëgjon. Pra ata e thonë vetë që s'kemi lidhje me perëndimin, ata e thonë vetë që ne duam të ndërtojmë botën e influencës ruse këtu. Pra si kundërvendje ndaj vlerave liberale perëndimore, liberale në sensin më të gjerë të fjalës, jo liberale të liberalizmit amerikan të majtë. Por ata e thonë vetë dhe Trumpi nuk e dëgjon këtë gjë, apo jo? Ai nuk e dëgjon dhe ke tika Aleksandr Dugin, që është një prej dhe njerëzve më të afërt të Putin, që flet për Rusinë si Romën e tretë. Pikërisht pra. Pra ata e thonë vetë këtë gjë që ne jemi në kundërvënie me perëndimin, në sensin kulturor. Kjo ha debat, që Roma normalisht është për mua kryeqendra e perëndimit, por nga ana tjetër është një version tjetër i qytetërisë perëndimore, ai që rusët ofrojnë, që në fakt ndërthuret me disa premisa të bazës maga, pra konservatorizmi, krishteria. Okej, po edhe kjo është e vërtetë. Por konservatorët e Shtetit të Bashkuar të Amerikës që më kanë promovuar idenë e freedom, lirisë. Po. Dhe në Rusi nuk je i lirë as nga shteti, nuk je i lirë as nga shoqëria thellësisht tribale ruse. Po dhe as nga ekonomia oligarkike, Po klasa oligarkike patjetër, domethënë pasionarët rusë që janë të lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë me Kremlinin dhe me Putinin, ka një influencë shumë të madhe politika, ka një rreth vicioz ushtri politik, media oligarki që ndan paratë e rusëve. Putini është sipas Elon Musk vetë ta është njeriu më i pasur në botë, domethënë Elon Musk nuk beson që është ai njeriu më i pasur, është Putini me asetet që ka poshtë po pjet. Po shikoj çfarë po ndodh. Dje Bashkimi Evropian, nuk e di se ke dëgjuar Egon, doli në fakt mori vendimin që do të konfiskojë, do të ngri 210 miliard euro asete ruse. Në një farë mënyrë veprim që ishte paralajmëruar që Europa mos ta bënte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Amerika i tha mos e bë këtë gjë, Europa e bëri, u mendoj që ka bërë gjën e dur, sepse në një moment të saktuar makineria ushtarake e Putinit duhet të ndalohet. Ne kemi thënë në gjeopolitikë Rusia quhet a gas station with an army, do të thënë është karburant me ushtri. Praktikisht, do të thënë ka vetëm është një petroshtet, ka vetëm naftë dhe gaz natyror që i ka produkte që i mbajnë ekonominë. Në momentin kur ti ja godet ato dy shtylla, Rusia dobësohet. Kjo nuk ka ndodhur për arsye se Kina është fuqizuar aq shumë sa që ka shërbyer si një prizë ekonomike për luftën e Putinit. Por nëse më pyet mua, blueprinti do të jetë i tillë. Europa reformohet, por nuk shpërbohet, reformohet, ndërkohë që Amerika vijon dhe në promovim ose jo të vlerave demokratike, liberale, drejtat e njerëzit, vijon tjetër ashpër ndaj diktatorëve, të cilët duan të glabërojnë sa më shumë vende që kanë rreth tyre. Dhe për të ardhmen, qëse folëm për Rusinë si luftë nxitse, këtu duhet të ndalemi tani tek çështja e Ukrainës, se plani amerikan me 20 pika apo 28 pika, se ka patur dy propozime në fakt, i paraqitur në Moskë, i cili po themi formalisht nuk është pranuar, sigurisht nuk është pranuar nga Putini, se nga Zelenski jo, në sensin që nuk është pranuar shkëmbimit këto koncesionet territoriale që Ukraina duhet i bëjë Rusisë. Fakti që Ukraina duhet të jetë një shtet pa një, po themi, program të sigurisë kombëtare të vetin, një shtet që nuk duhet marrë pjesë në NATO, një shtet që nuk duhet marrë pjesë në Bashkimin Evropian, etj. Si e ke parë këtë situatë, Ruel, meqense nuk na ka rënë rasti që të flasim për këtë çështje? Shikon, në fakt, sipas këtij plani Ukraina do të ketë një farë Kostarike. Një farë shteti koti, po themi kështu, kot fare domethënë. Për shembull, Kostarika nuk ka ushtri, okay, është një shtet me standarde të larta ETS, nuk ka ushtri sepse mbrohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por në rastin e Ukrainës nuk do jetë kështu, sepse Ukraina nuk ka garanci sigurie. Flitet që do ketë garanci sigurie nga Bashkimi Evropian, nuk ka garanci sigurie nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, flitet për marrëveshje ekonomike, ajo e mineraleve u bë atëherë, flitet për një zonë të lirë ekonomike në Donbas, që do të lidh SHBA-n ose Europën me Rusinë, por në një farë mënyrë Ukraina lëshon territor, Ukraina nuk ka asnjë garancie për mbrojtjen e vet në ardhmen, sepse nuk lejohet futet në NATO. Për pjesën e Bashkimit Evropian mos gaboj, edhe hyrja në Bashkimin Evropian
është ndaluar, pra do të gjetë një farë shteti që një farë mënyrë e shpreh ardhmja. Se është një gjë për shembull ti të humbasësh një luftë, të humbasësh ca territore dhe të ndalet aty. Domethënë Ukrainës t'i jepej e drejta të hynte në NATO, të hynte në BE dhe aty mbyllej çdo gjë. Ukraina tani përveç se është një vend që ka humbur një luftë, është një vend që nuk ka as të ardhme, fatkeqësisht, sepse po i prihet ardhme. Po i thuhet që ti nuk lejohesh dot të futesh në NATO, nuk lejohesh të futesh në Bashkimin Evropian. Dhe çfarë do të thotë kjo konkretisht? Do të thotë që në një ardhme të afërt ose të largët, kur Rusia ta shohë se ishte arsyeshme, do të kollaborojë dhe pjesën tjetër të Ukrainës. Po në fakt ky në mënyrë të tërthort është një paralajmërim në fakt për gjithë ata që arrin të kuptojnë për këtë që thua ti, sepse çfarë kuptimi ka një shtet që s'ka një arkitekturë sigurie, që nuk lejohet hyrë në NATO, që nuk lejohet të hyrë në Bashkimin Evropian, përveç se të bëhet gati që të akaparohet në një moment të dytë. Se arsye tjetër pse duhet të ekzistojë nuk ka, apo jo? Nuk ka, dhe unë mendoj që ky plan paqe nuk do të arrihet, sepse ajo që unë parashikoj dhe mund ta diskutojmë këtë parashikim timin kur t'i vi koha, Shtetet Bashkuara të Amerikës do të largohen nga tryeza e bisedimeve, sepse Ukraina do ta refuzojë marrëveshjen e paqes dhe do të jetë Europa që do të marrë 100% në shpatullat e veta mbështetjen e Ukrainës. Dhe për mua ky konfiskimi 210 miliard euro i aseteve ruse, që sigurisht do të likuidohen edhe do të përdoren në diçon Ukrainës, është sinjali që Europa me këtë fond do të mbështesë Ukrainën në 2, 3, 4 vite sa tjerë, deri në momentin kur me shpresë të vijë një administratë demokrate në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe realisht të ketë presion konkret ndaj Rusisë. Ky është plani evropian. Dhe të them drejtën, unë mendoj që është një plan i mirë. Unë nuk dua që lufta në Ukrainë të vazhdojë, por rreziku ndaj arkitekturës sigurisë europiane do të vijojë në rast se do të jetë në fakt më i madh në rast se Putini fiton. Pra nëse Putini fiton, merr territor, merr çfarë do, rreziku për një luftë long term, pra një luftë afatgjatë, është shumë i madh sesa nëse lufta vijon në vijat aktuale të konfliktit. Shiko, kjo është bindja ime. Se më kujtove diçka nga historia e luftës parë botërore. Kur mbaroi lufta e parë botërore u bë konferenca e Versailles, po themi. Dhe unë nuk e mbaj mend tani personin që e tha një shprehje mjaft goditur në fakt që doli të ishte parashikim i vërtet, një profeci e vërtet, një general, më duket britanik, mos gaboj, po nuk ka rëndësi kjo. Ai tha që në konferencën e Versailles u vendos një paqe, tha, që i dha fund të gjitha paqeve. Pra, kjo është një paqe që mund t'i japi fund të gjitha paqeve, pra një paqe që të garanton vetëm luftën ty në të ardhmen. Po patjetër, dhe po të shoh, po tash në konferencën e Trakatit e Versailles, Gjermania u dëmtua dhe ishin pikërisht dëmtimet ndaj Gjermanisë ndoshta edhe pa drejta që sollën Hitlerin në pushtet. Mos u duket çudi që në Ukrainë ti kesh një lloj ekstremizmi, një lloj nazifikimi real, një lloj nazizmi real, tani më jo ai nazizmi. Si reaksion ndaj këtyre gjërave në fakt. Si reaksion ndaj faktit që këtë set të shtet sovran ti po e bën synet në mes Europës, po i merr territor, po i merr ushtri, po i merr çdo gjë domethënë. Dhe mos të duket çudi që kesh forca ekstremiste në Ukrainë. Ukraina ka prapë një ushtri të madhe që të bëjnë të pabërën, më kupton, të realisht të bëjë një konflikt të përmasave të luftës së dytë botërore. Kështu që për mua mos gabojsh Nietzsche që flet për linjën e drejtësisë me paqen, domethënë paqja mund të lind vetëm në momentin kur ka drejtësi mes dy palëve. Për mua kjo është një doktrinë e drejtë. Domethënë ti s'mund të kesh paqe në momentin kur Rusia sulmon dhe Ukraina që mbrohet, fajsohet ose vjen në tjetër skakjer morale me Rusinë. E drejt. Mirë, Ruel, unë tash dua që të vim pak në zhvillimet në Shqipëri, pa të marrë edhe ty shumë kohë. Ditën e djeshme ka qenë një ditë shumë e rëndësishme, Ruel, ti ke ndjek zhvillimet, kemi patur dy institucione të cilat kanë tashmë, po themi, titullarin e tyre. Është SPAK-u, ku është zgjedhur drejtuesi i ri Klodian Braho dhe është avokati i popullit ku është zgjedhur drejtuesi i ri Endri Shabani. Gjithashtu është zgjedhur pak më parë edhe drejtuesi i ri i Byros Kombëtare të Hetimit, Joni Keta. Si dhe ditën e sotme, për të vazhduar pra logjikën e zhvillimeve nga drejtësia që kanë qenë të shumta këto ditë, sot mblidhet, pra ndodh mbledhja e gjyqtarëve në gjykatën kushtetuese për të shqyrtuar marrjen në shqyrtim paraprak, po themi, të ankesës së kryeministrit Edi Rama të qeverisë për pezullimin nga gjykata kushtetuese të zëvendës kryeministres Balluku. Po së pari të SPAK-u dhe tek avokati i popullit, si e ke analizuar, si e ke parë këtë çështje?
Së pari në raport me SPAK-un, zgjedhja e zotit Florian Brau është një lajm shumë pozitiv, mendoj për gjithë ata që duan një SPAK që vijon të bëjë çfarë ka bërë deri tani, që është vajtja mbas të korruptuarve dhe hapja e dosjeve ndaj njerëzve që i kanë vjedhur këtij populli shumë. I kanë vjedhur parat, i kanë vjedhur vjersën, i kanë vjedhur gjakun dhe kjo mund të ngjajë pak si populiste, por në momentin kur ti shkon në spital dhe sheh që nuk ka ilaçe, dhe gjithashtu shikon raporte e kontrollit të lartë shtetit që flet për para pafund, miliarda të shpenzuara, të hedhura dëm, të tjera tregojnë që këtu ka një problem. Dhe problemi është pandëshkueshmëria, nuk janë standardet jo perëndimore të SPAK-ut edhe Republika Popullore siç ca idiot në media përmendin, por është pandëshkueshmëria. Kështu në këtë kuadër, korrupsioni i thellë, po. Më fal? Korrupsioni i thellë, korrupsioni kapilar. Korrupsioni i thellë, por kur ti paguash si media, si gazetar me lekët e korrupsionit, sigurisht është e pamundur ta luftosh korrupsionin. Ti do i bësh avokatinë dhe do flasësh për ngjoja e Republikën Popullore. Ka shumë gazetarë në këtë vend që e bëjnë këtë punë. Megjithatë, politika shqiptare kishte një të preferuar. Ai ishte zoti Adnan Xholi, sipas shumë të dhënave, ai ishte i preferuar i politikës shqiptare, kështu që kur politika shqiptare preferon një shef të SPAK-ut, e mira është ai të mos zgjedhë kurrë shef i SPAK-ut. Kështu që në këtë kuadër kemi zonin Florian Brau, që është i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka ardhur tan strategjik, shumë interesante në atë. A she, me qëra fjala, se ma kujtove dhe kisha në plan të ta bëja si pyetje, a she një përplasje, një mikro përplasje midis Amerikës dhe Evropës tek këto kandidaturat e SPAK-ut tonë këtu në Shqipëri, pra qeveria shqiptare e rreshtuar me Evropën dhe me Adnan Xholin, po spekulojmë tani, se nuk është se kemi ndonjë fakt, po duke parë logjikën e ngjarjeve, nga ana tjetër Shtetet e Bashkuara të Amerikës me zotin Brau, e shef një përplasje të tillë? Nuk mendoj që Bashkimi Evropian ka një të preferuar, dhe fakti që ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri menjëherë madje u bë diplomati i parë që uroi zotin Brau dhe nuk ishte një urim thjesht diplomatik, mua më duk ishte shumë i ngrohtë. Që nuk besoj që ka atë dikotomi për cilën ti flet. Dikotomia në fakt është midis aleatëve tan strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian dhe klasës së vjetër politike këtu, që sigurisht kërkon një shef SPAK-u që në një farë mënyrë SPAK-un e lështerp dhe e bën një organizat jo funksionale. Thënë kjo, ai që do drejt përmendje shumë interesante dje me që kemi dhe ke pamjet e para votimit, zoti Florian Brau nxori gotën. Ja, momenti. Nga moment fix fare si me porosi. Nxori gotën, të tregon që është njëri thellësisht detajist dhe që i kanoset një rrezik. Nuk e di nëse ai ka qenë thjesht një stunt për ta kapur media, apo është një gjë që ai realisht e bëri sepse kështu e mendon, por është tjetër bisedë. Nga ana tjetër më pëlqeu shumë që ai tha që ne para se shkojmë në lokale tha për të pirë kafe ose për të drekuar, kontrollojmë QKB kush e ka biznesin. Kjo është gjë shumë interesante sepse kur ti lufton gangrenën e korrupsionit, kur ti lufton ullumin që në këtë shoqëri domethënë është i ngulur në gjenezë, ti duhet ta integrosh këtë luftë në çdo facet të jetës tënde. Dhe kjo përfshin edhe këto momentet më njerëzore, si shpirja e kafes ose ngrënia një dreket mirë me dikë. Kështu që në këtë kuadër mua më duk shumë interesante. Tani, unë nuk e di si do të jetë zoti Brau në raport me Arben Krajin dhe në raport me Altini Dumanin. Por gjasat janë që të vijohet me tani më hetimin e dosjeve të vjetra, për shembull dosja 20 janarit akoma nuk ka fajtor. Shpohen me plumba në mish 4 protestues në bulevardin e Shport Kombit dhe ai që i vrau vijon mbretërimin në krye të opozitës. Pra, a duhet normalisht të ketë drejtësi për 20 janarin? A duhet normalisht të flitet për këto dosjet që ne i dëgjojmë poshtë apo pjetë? Pra, shpresoj që SPAK televiz ingranazhet e veta. Nga ana tjetër, pjesa avokatit poput është temë krejtësisht tjetër. Temë shumë interesante në fakt, ku zoti Shabani ka ardhur pranë krye të këtij institucioni me firmat e opozitës, që pastaj bëri sikur nuk e donte, dhe me votat patjetër të majorancës. Shumë interesante, ka pas shumë diskutime. Të parë tregon hipokrizinë e Partisë Demokratike. Ne e dimë mjaft mirë që zoti Shabani, pavarësisht kandidati i majorancës, de facto de jure erdhi nga Partia Demokratike. Pra firmat që ata e futën në garë erdhën nga Partia Demokratike. Nga ana tjetër,
ne e dimë fëmijë që arsye se zoti Shabani është zgjedhur sepse fondacioni Soros në Shqipëri e ka të preferuar. Domethënë ky është realiteti. Patjetër. S'ka gjë të keqe fundja fare sepse ata kanë lobët e tyre, unë nuk bie dakord me regjimet e tyre, po tjetër mohabet. Dhe në këtë pozicion ata kanë vendosur një njerëz që sigurisht ka kaluar nga enganazhet e tyre. Ky është aktivist i shoqërisë civile, është njëri i formuar, nuk bie dakord me shumicën e birave të tij, por është njëri i formuar, është një njeri me kulturë, me sa duket. Por ekspozon hipokrizinë e Partisë Demokratike që në një anë flet për Sorosin, dhe në anën tjetër jep firmat një personi që sigurisht është i përzgjedhur i tij, dhe sigurisht pastaj nuk kërkon falje për gabimin që bëri, por thotë nuk e kemi votuar ne, nuk e kemi ditur çka kemi votuar, budallëqe të tillë lloj që prap nuk është çështja ke ky akt, është çështja që kjo është një parti që nuk jep llogari për asgjë, nuk bën asnjë reflektim, as për humbjen e zgjedhjeve, as për votimin tani, as për bërjen bashkë me Edi Ramën për të ndryshuar kushtetutën dhe për ta bërë Shqipërinë republikë prezidenciale dhe për të bërë atë senatin biçim vëmë të dytë. As për protestat që siç tani kanë dalë në media, Belin Kolliçi i bënte i koordinuar me zonjën Balluku që aktualisht është akuzuar për korrupsion edhe për një sër akuzash tjera lidhur me shpërndarimin e fondeve publike. Pra, vjen në kuadër të mungesës së llogaridhënies nga ana e opozitës. Nga ana tjetër, fakti që zoti Shabani votohet ka një gjë pozitive, sepse siç e kanë thënë në një shkrim timin, në një vend ku dominojnë Skënder Gjinushët edhe dinozaurët e tjerë të vjetrës, njerëz që s'kan lidhje fare me epokën ku ne jetojmë, është mirë që një djalë i ri ose një djalë të paktën në duke i ri merr një pozitë kyçe, sepse një prej problemeve themelore që ne kemi si shoqëri është mungesa e qarkullimit të elitave. Në çdo gjë, në politikë, në arsim, në kulturë, në shkencë, në ekonomi. Pra këtu janë të njëjtët njerëz, të njëjta moshë, të njëjti profil marksist, leninist, bolshevist, komunist me bojë roza apo blu nuk ka rëndësi. Tani më vjen një person që është i shkolluar në perëndim për një pjesë të kohës tij, është liberal në bindet e veta, ka një qasje tjetër, është i ri në moshë, ka kajdu në zgjedhje, ka qenë këshilltar bashkiak, kështu që qartë. Gjëra e tij është pozitive, pavarësisht se unë mos vjen dakord me ideologjinë e fondacionit që realisht zgjedh avokatët e popullit në Shqipëri. Qartë, edhe këtu në fakt, edhe për të bërë një replikë të vogël me ty, unë nuk e di se e kujt është më e madhe, hipokrizia më e madhe, është e Partisë Demokratike që është sulmuar nga zoti Shabani dhe që i dha firmat, apo e zotit Shabani që ka sulmuar Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste dhe i dhan edhe firmat edhe votat, po kjo është histori shqiptare Ruel në fund të ditës, kështu që jemi mësuar ne të mos pra t'i ulim kaq shumë, po themi, standardet e konsistencës në skenën politike, nuk e di domethënë. E di që edhe kjo është një gjë që ka vite në politikën shqiptare, që në sallat e parlamentit apo dhe politikë bërjes ka dy filtra, dy regjistra. Një regjistër që është për njerëzit, për mishin për tokë, dhe janë këto konfliktet fake e tjera, dhe regjistri tjetër janë këto protestat të koordinuara me shtetin, edhe tenderat e letë ndërtimit, edhe premtimet ndaj deputetëve të tjerë. Kështu kjo është shumë problematike sepse të tregon që ne nuk kemi një demokraci reale, se demokracia reale, pra unë për shembull me dikë që nuk bie dakord në shumë gjëra, që me cilat kam ndarje të thella premisore ose kulturale, unë nuk ulem dot në kafe. A them sinqerisht gjë, ose nuk flas dot me telefon. Se s'lidh asgjë. Kurse këtu, duke ditë që kjo është një shoqëri tribale, dhe është një shoqëri pa zhvillim politik kulturor, këtu vetëm një gjë i bashkon njerëzit, dhe është interesi pragmatik. Ka leku, posti, puna në administratë, nuk ka rëndësi. Dhe kjo është një problem shumë i madh, sepse në momentin kur interesi pragmatik vjet mbi interesin publik, mbi demokracinë shëndetshme, mbi debatet që duhet të jenë të çiltra, jo fake, sigurisht që gjërat nuk shkojnë mirë dhe prodhojnë shoqëri si ajo që ne kemi prodhuar. Qartë. E fundit, për të folur bashk, ligji i barazisë gjinore, i cili kaloi në heshtje nga presidenti i Republikës, ti ke qenë edhe mediatikisht një ndër zërat që e kanë kundërshtuar më fort, po themi, këtë ligj. Tani që ky ligj ka kaluar, pra ka hyrë në fuqi, çfarë duhet presim, Ruel? Shiko,
ka dy gjëra që mund të priten. E para njerë ajo që unë nuk dua që të ndodh, që ne të fillojmë të kemi edukim gjinor në përshkolla dhe të mësohet fëmijëve që edhe baba mund të ushqejë me gji fëmijën, edhe të mësohet fëmijëve që gjinia është ky konstrukti social, ky uji që ti e hedh nga gota në gotë, ose kjo plastelina që ti e bën si do ti, do më ligji plastelina zinore kam quajtur, një aforizëm që publiku mund ta mbajë mend. Kjo është outcome i parë. Outcome i dytë, në fakt, është ajo që ndodh me çdo ligj në Shqipëri që nuk zbatohet. Okej. Shqiptarët, çdo ligj i thënë varja më ligjit dhe vijojnë me të ligjet tona të babaqemos dhe nuk zbatohet ligji dhe vijojnë gjëra të. Kështu që jo tash kjo është dilemë, pra të mos e zbatosh ligjin është keq, se nuk po zbaton ligjin, pra. Nga ana tjetër të zbatosh ligjin është keq sepse është ligj i keq. Po them nga pikpamja jote. Tani çfarë duhet bëjmë? Ta zbatojmë apo mos e zbatojmë? Unë propozoj një opsion të tretë, ta zbatosh ligjin, por të përdorë gjithë zërin tënd për të kundërshtuar atë ligj që ai ligj të ndryshohet. Mos zbatimi i ligjit nuk është zgjidhje, se nuk jetojmë në një tribu afrikan, jemi një vend që duam të antarësohemi në Bashkimin Evropian dhe siç e dimë më mirë, perëndimi kolektiv ka institucione shumë të rëndësishme. E vërtet. Kështu që unë mendoj që ligji duhet zbatuar, pavarësisht një ligj skandaloz për shumë arsye, por duhet që shoqëria civile konservatore të lobojë dhe në fakt unë kam parë gjë shumë pozitive në Shqipëri këto kohë të fundit. Që ka organizata konservatore të cilat për interesat e tyre për një arsye nuk kanë rëndësi kanë dalë te ligji përballë. Kjo është gjë shumë pozitive, sepse të tregon që edhe për tema që dalin jashtë batakut të mbylljes së nevojave bazike të ditës, flitet në Shqipëri dhe kjo është shumë e mirë. Domethënë tregon që jemi shoqërinë emancipime sipër. Patjetër, jam dakord me ty. Kjo është shumë e mirë. Kështu që duhet, pra, këto duhet që të ngrenë zërin, po thua ti, dhe pse jo të bëjnë edhe ndryshime në ligj. Pra tani që ligji ka hyrë në fuqi mund të bëjnë edhe ndryshime, përmirësime, okay, në kuadër të zbatimit të tij, të Kjo bëhet nëse ti ke një opozitë reale në parlament, opozita sigurisht nuk e ka votuar ligjin, por që ti ta ndryshosh të ligj duhet të kesh një shumicë parlamentare. Edhe shumica parlamentare sigurisht vjen në momentin kur ti vjen në pushtet, kështu që reformimi i PD-s ose të partive të tjera është thelbësor. Nga ana tjetër, mua realisht më shqetëson fakti që institucioni i presidentit nuk ka më sot pavarësi. Pra, zoti Bajram Begaj është dhe u treguan fakt edhe me çështjen Veliaj ku nuk u bë diligjenca ligjore një vendim që gjykata kushtetuese hodhi poshtë, të tregon që presidenti i Republikës është kthyer thjesht në një vulhedhës, një sekretar të kryeministit. Kjo në fakt ka qenë kryesisht rasti në Shqipëri, por kemi parë ndoshta përplasje pozitive, për shembull me Zbirani Shanit, zoti Rama, me zoti Neva, zoti Rama, kemi pas përplasje me zoti Bajmer Topi dhe zoti Berisha. Pra gjithmonë ka pasi dualizëm. Tani s'ka më dualizëm, është Edi Rama de facto president edhe mas 2027-s mbahet mend edhe de jure presidenti i Republikës.